prej 1 vjet normal, fillon prej mujit 8-9 me testu, ka pak. Tani prej 1 vjet mundet me marrë 1 vezë, mandej për shembull kur i bën 2 vjet të shlirë mundet me marrë 2, tani varet edhe prej peshës deri në 3 vezë mundet me marrë pa problem. Normal, nëse veç është fëmija më i vogël don me marrë 3, bën me zimja ik pjesën e të kuqes. Pse heket e të kuqes, sepse edhe për ata që ushtrojnë, përdorin për shembull trajnerja mu më ka rekomandu 6 vezë të zjera, por vetëm të bardhën e vezës, vetëm njënën me ëngër komplet. Për shkak që mundet me ndiku te kolesteroli, dhe në të rritjen e kolesterolit, sepse përmban sasi pak më të lartë, po te fëmijët është e mirë të ardhën, se nuk ka çrregullim fëmia, për shembull metabolizmin. Është tropiri, edhe normal që të rriturit nëse fqihan 6-7 vezë patjetër që duhet me hekat sasinë, sepse proteinat janë më shumë tek pjesa e bardhë